Unë nuk qaj shumë gjatë vdekjes së një personi, sepse kam lexuar Kur'an, por më quajnë të keqe. Thjesht lotimi, pikëllimi, se dikush ndroi jetë, kjo nuk është e ndaluar. Ajo që është e ndaluar është vajtimi, shkulja e flokëve, bërtitja, ngrisja e rrobave. Këto pra janë ndaluara. Kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam se Zoti i gjithësisë nuk dënon për shkak të lotëve të syrit, apo për shkak të pikëllimit të zemrës, por dënon dhe mëshiron për shkak të dhe e bëri me shenjë të gjuhës. Po ashtu profetit alayhis salam i ndroi jetë djali i tij. Çfarë tha? Syri loton, zemra pikëllohet, por nuk themi vetëm sa atë gjë që e kënaq Zotin. Kështu që thjesht të lotosh apo të pikëllohesh se dikush ndroi jetë nuk është mëkat. Ajo që është mëkat është pra vajtimi.